Na kanë morë me ata ne moshkujt, burrat. Me duar të lidhura, ishte detyruar të qëndroj më shumë se 30 minuta, Qerim Elshani ditën e 7 majit të 1999, kur fshati Ozrimi Pejes ishte rrethuar në të gjitha anët nga forcat serbe. Për përjetimet e asaj dite dhe se si ishte ndaluar me civil të tjerë në një depo afër stacionit policor, Elshani në cilësinë e dëshmitarit i rrëfeu trupit gjykues që po e gjykon Milorad Djokovicin për krime lufte në këtë rajon. Me bizbuk po, më thonë si shtadjë, për masë dëshin me da mytë me daja. Me pranu që jenë që ke, edhe me pranu që ki ashtë. Elshani tha se urdhri ishte që të pushkatoheshin e të akuzuarin si që mbante mend Menovkën Mici e kishte parë në mesin e forcave serbe që bënin roj. Ka që janë roj të ditën me ata grupën e parë prej 9 ora. A ka qenë një uniformum dhe armatos? Ka qenë me uniform edhe me automatik. Prokuroria speciale kërkoi që Elshani të identifikojë Djokovicin në sallë, por gjykata refuzoi e me kërkesën e PSRK-s nuk u pajtua as mbrojtja. A e din kush është ky? Da zote ku e? Kush është? Ku e? Ka qenë kushi jonë aty. Sidoqoftë përshkrimi i dëshmitarit rreth personit Menovkën Mici ndër të tjera se ai punonte në Vitomiric dhe mbiemrin përputhet me të akuzuarin Djokovic. Gjykimi ndaj Djokovicit, i cili akuzohet se gjatë 1998-s 1999-s në fshatin Ozrim të Pejes dhe fshatrat përreth ka vrarë e keq trajtuar civil shqiptar, do të vazhdojë në maj.